Zoti i gjithësisë i drejtohet dhe njeriu dhe i thot: Kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash-shahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Thuaj, vdekja prej së cilës ju përpiqeni që të arratiseni, të largoheni, një ditë do t'ju takoj. E pastaj do të ktheni tek ai, i cili e di të fshetën, e di atë që keni bërë haptazi, do t'ju larmëroj për gjithë punët që keni shlyer me duart tuaja në dunja. Sado që ne dashurohemi ndaj dunjas, e pëlqejmë jetën e kësaj bote, dhe shpesh herë në punët tona të përditshme e harrojmë botën e ahiretit, botën e përjetshme. Të gjithë ne një ditë do të largohemi, dashur vëllezër. E do të lëmë pas çdo gjë që kemi fituar këtu. Do të lëmë pas çdo gjë për cilën ndoshta kemi sakrifikuar në këtë dunja. Prandaj besimtari i mençur, i zgjuar, është ai i cili e kupton realitetin e kësaj jete, vendos përparësinë në punët e dunjas. Nuk mashtrohet në kënaqësitë kalimtare dhe të sakrifikojë ahiretin për ta.